Moderatorja bukuroshe Kiara Tito sapo ka kujtuar me shumë nostalgji se çfarë ka ndodhur një vit më parë në baby showerin e organizoi vitin e kaluar një muaj e pak ditë përpara se të sillte në jetë bekimin e familjes, bebushen e adhurueshme Luna Mari. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, ajo publikoi disa imazhe dhe video nga festa, duke shprehur emocionet që ka përjetuar në atë periudhë të jetës së saj. Moderatorja e dashur është kthyer pas në kohë duke rikujtuar edhe një herë emocionet e atij momenti aq të bukur që ka kaluar me familjen e saj të madhe dhe shoqërinë. Një vit më parë, në këtë ditë ajo dhe fenomeni shkodran Louise Ailey po përgatiteshin për të mirëpritur engjëllin e tyre të vogël. Kujtime të paharrueshme, emocione të papërshkrueshme dhe shumë dashuri ka patur rreth tyre Louise me Kiarën. Festa e organizuar vitin e kaluar ishte një nga momentet më të bukura për moderatoren dhe partnerin e saj, shkodranin e zemrës Louise Ailey. Dekorimet ishin të kuruara deri në detaje, me nuanca pastel dhe element të personalizuar që i dhan eventit një atmosferë të ëmbël dhe tejet të ngrohtë. Në këtë event morën pjesë familjar dhe miq të ngushtë, të cilët ndan gëzimin dhe emocionet e këtij momenti të rëndësishëm për çiftin. Të ftuarit u argëtuan me lojra të ndryshme tradicionale të një baby showeri duke e kthyer festën në një ditë jashtëzakonisht të veçantë. Në fotot e publikuara nga moderatorja e dashur shihen momente të gëzueshme nga festa, ku ajo dhe Louise të rrethuar nga miq dhe të afërmit e tyre shijojnë çdo sekond të këtij eventi të paharrueshëm. Nuk munguan as momentet emocionuese, ku Kiara u përlot nga fjalët e ngrohta të Louisit dhe nga surprizat që ju bën asaj gjatë festës. Postimi i Kiarës ka marrë mira pëlqime dhe komente nga ndjekësit e saj, të cilët e kanë përgëzuar për këtë kujtim të bukur dhe kanë ndarë urime të përzemërta për të dhe vogëlushen e saj. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë por sa pan Kiarën që e kishte publikuar në profilin e saj Instagram momentin e bukur dhe tejet emocionues që ka përjetuar vitin e kaluar duke pritur të vinte në jetë vogëlushja e saj e cila për pak javë mbush plot një vjeçe. Baby showeri i vitit të kaluar mbetet një ndër momentet më të veçanta në jetën e Kiarës dhe Louisit, duke shënuar fillimin e një kapitulli të ri në familjen e tyre. Sot, një vit më vonë, ajo e kujton me nostalgjia të ditë, duke e ndarë me ndjekësit si një kujtim të çmuar dhe plot dashuri.